Një koment për pjesëmarrjen tuaj në garë sot për sekretar të përgjithshëm. Jemi në garë të dy në Flamurnove. I bëj thirrje të gjithëve, inshallah shkrepin të na lushin në një. Si ndihesh përballë numri 2 i cili kërkon edhe një mandat të ri? Ne nuk diskutohet për numrin 2 gjithmonë është, por garën ta bëjmë sa më reale të mundshme. Unë i bëj thirrje të gjithëve, votoni se Kur e morët të vendim, ishte një vendim i ditës sotme apo keni ditë që keni konsultuar me veten tuaj apo edhe me është vendimi i ditës sot. Propozim apo vendimi juaj? Vendimi i ditës sotme. Kur themi vendim, nuk ka vendimi juaj? Unë sem nga ta detyrim përcaktime se s'detyron një sa tjetër leva. Po a kishit kohë me bërë fushat, zoti Koreshti? 100 detyron. Tani për çfarë do bëjmë fushat? Midis Flamurit dhe unë jemi të dy deputet, gjithë në një këshillë kombëtar, në një Pas edhe fushata duhet. Është normal në demokraci. Lobimi, atë edhe një herë. Lobimi është ajo çka ne profesojmë me njëri tjetër, kështu që gjithë e dinë. Qofse do ka ardhur koha që duhet ndryshojnë, do ndryshojnë. Çfarë do bënet nëse do ishit numri 2 i Partisë Demokratike? A keni një premtim për demokratët? Tani më le të marrën një votim pastaj flasim për numrin 2. Faleminderit.